sakrificë, që ka bërë gjithë shka për venin, që ka qitë vetën edhe me u sakrifikua dhe mu vra veç për me fitu që të liri. Nuk reagon të që ta tipa me tribni. Nuk është let na mu qumë ja kalzu venin tash një bashkomba si tonë. Po, dej dikun vlejnë që to. Nashta dikur e dashna mi thonë stop Albin Kurtit. Po tash është artë koha mja. 2015 e mërë vezën, ja gjunë fty gjavit alitit. Që kështë e bo ti në të rast? Këta e në nështruhe. Që aty jo ka përcimi mas. Po bëjka ljukësyje e komandantve. Njeri ju që e ka përjetu fitoren e modhe, që për shamull unë jëmë kandidat sot. Unë jëmë njerë kërënar, unë e konfitu që ato të modhe për që të liri. Mu që mu një djallë i ri i Kosovës, nuk e kom problem, se s'mu na i mu. Se na e kem fitu liri, njemi kon akter që asaj situate. Nuk e morrim na që na ka mujtaj neve. Po për që lasdru pak ma te, për që e kem toleru, kjo është e vërtet. Por gjove që a kësha këthy bre njejt, që ashtu nështë ta pak mazi. Të është ta pak mazi. Ajo ka mungu atër. Ajo ka mungu atër. Ka mungu se na u kulturum pak si tepër, ose aktrojshim të kulturumin, e nuk ka pas nevoj ashtë. Aktrojshim të kulturumin. E ka u konë në anën e Albinit asë kohë? Ja, unë me Albinin që më konë kur. Aleonca? Aleonca jo, jemi konë një bashkëpunim për një dy qeshtje. Ode po, demarkacioni dhe... Veç tash, kryetari juaj thotë se Albini është i zënë rob nga Serbia, punëm për ta, Putin i vogël i thotë, pajtoni ju me këto, është i regrutuar? Dëgjom Adriatik, për shkak të punës edhe detyrës që e kom marë, si kandidaturë, edhe që kom thonë që s'kom vijat kuqe ndaj kërkuj, se kom dasht me dhonë si kandidat për Prishtinën, jo më reflektu që to kundërshtime edhe të na, po me dhonë një mesazh të mirë, po s'po ki qare ka herë për mu kundërshtu, po për temat nuk muj më hi të ato cilësimet edhe mi bo edhe unë tash. Kuptom, unë nuk jam rujt kur, ose nuk jam kursy me kalzu një realitet ashtu që shkom menuën. Veç kursem një sot, mos t'i bëj. Si do të shkojmë në zgjedhje nacionale? Ju po thoni se tash është komplikuar edhe kjo. Nuk ka ndë një interpretim, në qofë se nuk i merë përfaqësuesi i komunitetit jo shumicë serbe, 61 votat që po thotë gjykata kushtetuese do t'i marë, nuk konstituohet kuvendi, çka duhet të bërë për të shkuar në zgjedhje të reja, për të shkuar në shpikje legislaturë? Tu po thohet që jënë 12 ditë. Me thonë drejten, nuk jemi kona në herë në situatë, dhe nuk kona i precedent që ka ndodhë në herë kështu, mirë po, si do qoftë, te presidenti na prap jemi në zgjedhje nacionale, se nuk shihet që dënë kush me pas as mirë kuptim, as në raport me këtë situatë, në këtë gjendje që e kemë, për dënë dikush më dalë me na i zgjidhje ose mu afru diqësh. Na, unë e di që spektri politik shqiptar, ndo situata ka ditë më bo bashkë. Mirë, po që tash shihet që veç zgjedhjet se për dryshe nuk muj me bo zgjedhje. Çfarë zgjedhje japin zgjedhjet? Zgjedhjet, unë e besoj që do të bjerë partia vetë vendosje, do të bjerë në ato zgjedhje, pastaj do të mundet opozita me bo diçka. Opozita pati në letër mundësinë edhe tash të bëjë? Nuk mujtë mu marrë vesh nër vete, pikrisht për shkak të Lumer Abdigjikut, që ai dënë... Shkak Lumer Abdigjikut? Po, ai po dënë më bo kryeministër, po thot njëherë, këto tema që ka në zeta, duhet mi kryo, se unë du më ardhë kryeministër për më knaqë, unë nuk muj më marrë me këso probleme, vështu. Mesazhi ti unë e kuptoj që ashtu. Do më thonë, prishjet raporte, sankcione, kundërshtimet, mëdhaja, Bruxelli, dialogu, edhe ky po dënë kryeministër, po ky po dënë si zotni i diqësh, nuk pja mërmenja më u marë, se ky ka marë politiken si privilegj, më knaq, më bëha si shtosa, edhe më bëj farë lideri kombëtar, pa kontribu kur gjon. A liderët kryohen vish kur të merren në situata të rana, mundet mu kryu një lider. Kjo ka dënë kështu si zotnia, edhe unë e pibesoj se mire ka, pse mos mu knaqaj, po mu marrë me qeshtje që në akumulu këtu e idhnim e përqamje që disa vjetë, tash marrë dhe kë Arpagjiku minresh. është një koncept një sinakura në krohën e tjetërit. I dëshipi burra s'po del tjeti fort, zotri Berisha.
Unë e di që ti e feministe, edhe Jo, absolutisht. edhe unë jam, Për barazive që... 50% do më thonë keni me pas përkrahjen time që e marrë Tani komunën kru të kryeministre, femra. këti kishë marrë për barë qëto dhe kishë ratu sende, do i mande i kishë fitu komoditin. Arbresha, unë e kom pas femra bashkëluftetare, edhe e di që gratë shqiptare jenë të forta, edhe kanë përkrahjen time, po jo viq kështu, po e di që ju takon, edhe besojnë ato. Edhe ti s'munësh më mamush menën këtu të barazia të këto, se si të përmenet fjale a barazim do këti farhilje. Duhet me meritu punën, edhe unë e besoj ato pa ma dëshmu ti heq, që femnat shqiptare janë të forta, edhe nështë janë ma të sinqerta edhe rajnë ma pak se... Amo bek në që situatë ku jemi na, për shkak një sfondi historik, ku gratë jenë konë diskriminume, duhet një barazi, qoftë edhe pa drejt, për me mëri nivelin tonë. Se nuk o bash masletin në botë. Burat i marrin e pa meritume, i marrin, shpesh herë. Qyre, imagino vetën 2000, një grue e ka pas ma vështirë se ju me dalë në fushat. Absolutisht. Po shak një sfondi primitiv kulturor. Pra ndaj unë menoj, kota gjinore është pa barazi me një vend si Suedia. Në Kosovë është domosdoshmëri. Po, ati qësh, domosdoshmëri, mirë po, janë shfaq disa gratë që s'ka nevoj heq, nuk bënë deputete për shkak kuotës, po për shkak zotësis tyne. E rezikon cilësi përkosisht, por në fatë gjatë, kjo ka vlerë. Më rrim një stat, kur më rrim një stat, do më thonë jemë të gashe. Dhe jo ndo stereotipa, dhe jo ndo klishe, atër po, le të shkojmë si pas meritos. Po unë këto e besoj me gjithë shpirt, nuk bëj politikë të aspo. Me arrit një drejtësit mave. Dhe fat 50-50 do t'je kabineti juaj. E besoj që ato, po. Edhe artificialin koft, dhe i sa të plësor kushtet, po me bo. Në situatë hipotetike nëse bani ta zonë nën kryetar, hajt ose drejtor, po, si po garan, po, okej, ose kryetar, hajt, a e leni postin në deputetit? Nuk ta uroj fitoren, shpallime një herë zotri Bala. Mund t'ja këtheni autonomin e pytjes. Po jo, në një situatë hipotetike, po thëmë, nëse bani nën kryetar, lidhni koalicion me njënën për partive fituse, gjithësisht kryetarve të arshëm, a e leni postin e deputetit për mu angazhu në kapacitetet e nën kryetarit, eventualisht drejtorit të një drejtorie, sepse ka pasë rase kur, për shumë, Libur Naliu e ka lanë postin e deputetit mu angazhu në drejtorin komunale në Prishtinë. A pe këqërë që të ftyrë njerë? Am ka hije mu më konë nën kryetari në i kuj pe që atyne, ta shë imaginoj që të ftyrët. Am ka hije. Ose zotin arrujt drejtari dikuj më bonë. A dhe s'ka kuptim. A jemi të lokal të ashtik? Sur ma serën, si t'ma qajnë, ha? Jo, qyrë ma qenë, qyrë ma votën. Po kemi të lokalet, se kom një pyetje për zotrin. Po të lokalet kesh? Nëse kemi diska për nivelin nacional, se... Jo, për lokalet mirë, po e hapi me... Për barazin gjenore, po ta diçka. Po filloj me zonin nuk. Këtim është e pa fund me po e lam, zotrin Bek. Mirë, e shohem në qeverisë. Zotrin pse nuk erdhët në Rubikon në Ballafaqem, me që keni konfirmuar, e di që keni pas një reagim, por pse nuk erdhët? Po mduket na fjallën edhe e spjegova paka shumë. Dëgjom, na jem një situatë të çuditshme të përqamive të mëdha. Tashti, duke pas qef edhe me rujt besa kandidat. Une kom prirje më full për temat, jo për personalitetet. Po kur të flasim për kryetar të Prishtinës, po flasim për një njeri që ka me i menagju dikun rreth 800 milion euro taksat qytetarve. Tani, kur të shon njerin, unë e kom rëndgenin kështu. Të shon njerin që eskanoj. Edhe e sho, po, qasot, thejnë. Kur pe sho që për rran, e duke pas dëshirë në qitë situatë me quni mesazh të populli pak më të but edhe më të mirë kuptimit,